Ka 20 orë u shitën. Po tashti kam rrinë deri në 14.000 orë. Tash me pas tuk 20 që jo milioner. Pe 14.000-20.000 që kom e mri 20 që kush as ondër se ka po. Do thot që ato 3 villat janë 200 dishka mijera kanë kushtu që janë marru atje natë që po thujmë qëmimi majnartë. Edhe rreth 300 villa janë. Po çdo ditë ndërtohet, do thot tash e thu 300 nese e ki 350, çdo ditë ndërtohet. A ju keni unë bijave hise? Jo, me veta ju keni dhënë. Bija nuk i hap hese. Pse ka hyp shtrejt toka tash. Ai mbarë pelloje. Në 20.000 nuk mundesh me ndërtu, edhe ata banorë që kanë pas të këtu, që dikur kanë thonë mirë na në çfarë veni kemi jetu, po tash thonë lumë na që kemi pas këtu. Do thotë çdo vit ka hyp me 1.000-2.000, çdo vit është rritje. Nëse u kon 4.000 ka shku 6.000 shkon. Miqtë mi dashur, përshëndetje. Na sot kemi ardhur një Zerc për me vizitu këtë fshat, i cili prej një fshati çkatrum, sot është kthy në një atraksion shumë të madh turistik. Ka ndryshu shumë gjana këto, janë ndërtu shumë biznese, shumë villa, na kena me shku me vizitu fshatin, edhe me taku ndonjë banor, i cili mundet me na fol pak më shumë për jetën këtu. Hajdeni të shkojmë edhe ta shohim një Zercin. Muzafer, profesori na foli për arsimin. Tja, kina e anekdot për arsimin. Me thonë rejtonë në mas mirëti për çdo dukuri qoftë negative, qoftë dhe me thonë pozitive, si vërtyt ose ase, mënyrë më të mirë që di me fol për mes anekdotës. E ndëgjova me vëmendje profesorin ka folke për arsimin edhe dhe me thonë ato që i tha si aluja speaker as presi, po unë vesh du me deklamu për mes një anekdote. Një plak ko gjënë moshë, shto se kur dhe e nazme, tash e kish pos një djali po ai emrin Arsim. Shkon kënë shkollë me kështu shkoj ko pun djali, kur shkoj në koridor aty, nuk di ke plak e kam jamoj, një profesor e shej edhe një me të profesor ka thot, qa mu i vetë një, qka e ardë? Kjo thot je marrë me kështu shkoj ko pun Arsimi. Thot mërë Arsimit ja kemi kojtë në onon, po ti shka po të një dice. Ti po thot që Arsimin qatë gjendje është, a? Wallahi me në që jetë, nuk është në gjendje, nuk është në gjendje të mirë. Realisht barra gjithmonë bien, domethënë mbi institucionet ose mbi organet kompetente ose mbi personat domethënë të cilët e kanë kompetencë atë. Kështu ndi me folë të dojtë, veç me anekdota. Baca Nazmi, unë du me të pyet pak edhe për vlerën e tokave këtu. Këtu janë Zerci ka qenë i shkatërum. Pasi që jemi një Zerc, e nisi obligim më uniformu pak për pomën edhe pikat ka është e Zercit. Se na fillim të Zercit. Ajo kudra atje që po shifet për ballë është kaloja. Daton pe Bizantëve. Ilirët e kanë fillu Bizantët dhe ka themel halo shkatru, po ka themelet është një kalo tepër vjetër. Ka komuniku me kalon e Goleshit dhe të Novobërdës, Artanës. Këtu po është gjatë luftës ushqimtare, këtu e kemi poshtë pikën e parë, që të lugin këtu e kemi pikën e dytë, këtu në kryt kodës kemi pikën e tretë, në kala është pika 4 e luftime, dhe të Gura Kadisa të është pika 6 e luftime. Dhe thotë Zerc gjithmonë ka qenë arenë e luftime. Dhe të pika 6 janë pozicion të Isa Buletini kur ka luftuar atëherë me turqët. Halo shifën pozicionet. Si e Zerc, thash, ka edhe histori, ka edhe ngjarje, ka edhe trashëgimi të gjitha. Super natyrë, super natyra është diçka e veçantë. Njerëz mentor të Zercit ka qenë Ali Delia më herët. Ai ka shku në për pleshni që i thëmë në tash, deri në Shkodër, do thotë një pleshnar i rangut Ramadan Shaban dhe i rangut më të lartë. Dhe pre ati ka pas gjithmonë krer mentori i Zercit. Luftar ka pas gjithmonë. Në balli kombëtar që përmendi profesori më herët, kanë qenë disa luftar që janë me emër, Selman Hasani, Shaban Biba. Nuhaj se më hupi emri tina. Po, kur kanë bën një luftë të antenat atje ku po shifet, do thotë kanë shku partizanët, po kryesisht kanë qenë serbë vendor. Asnjë ballist nuk ka vënë, ndërsa partizanët kanë mësu humbje të mëdha pe ballit kombëtar, se ata balli kombëtar kanë qenë luftar eminent.
lufta e jonë që është bon natë e tjetë, natë e nanë. Natë e tjetën që të bësiur kanë qenë 300 luftetarë. Ndërsa forcat armi kënë 6.000 luftarë, 6.000 forse që kanë rreth Jezersin. Për gjitha unë është granët u, për na i kemë pas 9 dëshmuar, ata kam pësu humbjet noja. 3 ditë lufta nuk unorë natë as ditë. Për mrenda Jezers kanë qenë 2.000 banorë që janë konë krah i djatë luftarë, me ushqime, me municionin kanë bajt, me çdo gjë janë konë shërbim luftarë liris. Do thot epopeja e Jezersit, epopeja e Pragos, epopeja e Kavsharës janë 3 epopeje që kanë emër të vërtetë epopes. Të tjerë thonë, por nuk janë të tjerë, nuk janë gjanë. Epopeja nashta sigurisht edhe profesor e din, kur një rreth është me forca përballë që ndrojnë forca atje, po përmrejnë ishte një popullate, edhe mrapa aty ishte popullate pa mbrojtje, edhe përmrejnë ishte popullate pa mbrojtje, që o konë gjë vështirë me luftuar. Pas lufte, Jezeri thash ka pas ramje e ngritjet edhe çmimit të tokës, po. E çmimit tokë. Mos më intereson. Edhe si shumë se kumni që janë bo milionera njerëz. Para lufte njerëz i kanë lënë shtëpitë, janë shpërngul se nuk u shit toka këtu. Para asaj periudhe, me shit një pjesë, para asaj periudhe, me shit një pjesë e zetë, ke blerë me disfrizoj sa dush tokë, do të qash të ka shku. I ka ro vlerën zerë, do të nuk u shit, e kanë lënë pjesë e dërmu se kanë lënë ka shku jashtë. Pas lufte, o ka një çmim tepër i lirë. Me 20 era ka filluar blerja parë. 3 hektar ka 20 erari u shitën. Po tashti kam rrinë deri në 14.000 erari. Çfarë revolucioni është bën? Tash me pas tokë një zërës jo milioner. Konë mirë me kujtë edhe atë jep një bijave, a ju kënë unë bijave hise. Të me veta ju kini dhonë. Bijave nuk jop në hesët. Pse ka hypë shtrejt toka tash. Ja, veç ju të një mi mojta. Atëherë kur ish me dhonë me morë farë, e kështë në vesë në vytë toka e zërësit. E tash e ka një shpëllip. Tash për lypër, po s'jopi mo, se bijat e vjetra kanë shku, nipa s'jopit. Unë se një veç jam të ngu, nipat këta i kanë turët. Nipat e Jezersit janë sukur delet. Deli është kafsha më e butë. Veç boni e shtini kryt në tarqok, nuk e nëzirë pa marrë t'i shka. Ka që shumë jëmë ka svilën ka dojt, e më t'i marrë me t'mirë, nuk jëmë t'ju bon zonë. Nuk jëmë t'ju bon zonë. Po të këshyë falë në marrë t'i shka, po jo. Rahmeti tyne. As po më në shetë me janë. Nuk besoj që i më lëshojnë dhe më thonë të thotë. Qyshin njohë një Jezeri. Ashtë me rëndësi, Jezerët ju ka këthy perspektive. Edhe ata banorë që kanë pas të këtu, ata janë që dikur kanë thonë mirë në çfarë veni kemi jetu, po ta shtojnë lumë na që kemi pas këtë tokë. Se tokë me perspektivë, do thotë çdo vit ka hyp me 1.000-2.000 euro, çdo vit është rritje. Tashti përmes komuna, përmes qeverisë i ka shtruar një 30 orë dhe 30 kilometra rrugë, edhe 15 kilometra janë shtu tashti, do thotë çdo lagje, çdo asaj ka mushtruar në asfalt. Me njëherë nëse u konë 4.000 ka shku 6.000 shkon çmimi, do thotë pe 14.000, 20.000 që ka me mri një zërë që kush as ondër se ka po. A më interesant, e kisha, po thamë fillimisht rrugën e parë që ku nisë për e zërës për bashkimit lumeve dhe të lagë Gjoksmal të vila e profesorit. Pengoj këni kujshi joni, s'pja për me në emrin, e do është të vesh për thamë, jam të shtru asfalt. Po më thëtë të nëzmi, në shtru asfalt, jo 8 metra sa për lytë, 18 të emrin në vla, tha unë e përgjishtë, po thasë, as ondër nuk e shata. Ajo kur diçka që to shka ka ndodhë një zërë shka kurse e ka imaginu, me kaluar njerëzit me kerë, me këtë vetur që thash me kuale, ju kanë zatet bartë në përlisë, ka qenë infrastrukturë rrugore shkret ka qenë më herët. Se sërbet dhe të bashkimi lume dhe asfaltin këne kurse e në interesu një zërës me investu. Se gjithmonë e kanë po rrezikun për këtyre banorë, se banorët e Jezerës kanë qenë malësor, kanë qenë njerëz pak ma të veçum për të tjere, edhe janë shqu për tremni edhe për guzim, gjithmonë, se edhe luftën, thash, të balë të kombëtar, edhe luftën e partizanëve, edhe luftë ata që fundit Jezerës ka qenë arajnë e luftime gjithmonë, këto zonë e luftime, i ka përcjell historia, vendi, relevi, kanë thonë plesh nuk po lufton Kelmendi, po lufton vendi. Dhe këtu e në bashku edhe vendi edhe Kelmendi edhe luftat gjithmonë kanë qenë të suksesshme. Do me thonë, ju jeni njoftë edhe për trimnishon, për mikpritje, për... A i keni halo që të tradita sot, se ka ndryshu vite, do me thonë sot janë bo gjonat ma ndryshe. Ka ndryshu, po të banorët e Jezersit, ku do që është?
I thua do musafir urdhno thot hyn mrena. Edhe nuk mund me lëshu pa një kafe. Nuk mund pa këto është tradita jone, halo nuk është du kjo pjesë. Dhe tash ka posa do u tani zers, kanë mori ndërtu se peshon njerëz të interesu me bë diçka për trashëgimin. Mikpritja të Jezersas gjithmonë ka qenë se e tha profesor, kjo ka qenë rrugë kaluese. Njerëzit kanë tregtuar, njerëzit gjithmonë ka gjetë vend për me pushuar. Me strehu kafshët edhe me bujt. Nështë 2 net ka bujt me pushu mirë edhe me vazhdu të tjerë. Te mikpritja, gjithmonë këtu janë Jezerci domethënë ka vazhdu mikpritin sene dhe se ka ndryshu pak diskursin. Dikur një Jezerc, mollat më të mira në raft që i kanë lënë, i kanë rujt, veç nipat kanë pas drejt mi morë, pa e vetë kërkan heq. Një ditë prej dhe që takova dhe në shefki atë, pi thamë më redoj, thamë kështu këtu një herë, thash, i lonë shi do molla, ato molla në raft, veç nipi ka pas drejt pa i morë, me i morë pa e vetë kërkan heq, tash, as po ka molla që ka u bo kështu. Tha ja bre, nep, tha me thonë drejtën, tha molla, po ko, tha po tash për e morin dhe nurt vend nipave. Do me thot ti si nip ku ke shgëni pak me dojt. Pak, shumë pak, që ka që. Këto e ka anekdot Po, që e di, e ka vjedh pe venjë të tjerë se një Jezers nuk ndodha ajo. Ndodh po Nuk thua. ndodha, te Jezersalit nuk ndodha. Nipit do një mi Nipi e ka hise. venjën më nderu. A do një mi dha hise Tokyo Po kjo ka milionera. hise bë nipi ka hise ku dën. Unë jam ka pres, unë thash që nipat Jezersi kanë shumë të mirë janë se kur ato delet. Që na Delja më e butë s'ka. t'ja peshe Po, pro. Po është një kryet në tarçok. Nuk e nxjerr pa morë diçka. A shë pro, kjo është musafir ka orë ka Po. bi, po e ka gjetë mikpritet të këta njerëz. Nuk kërkush nuk e këshyr me sy të normal, keq. jo pjonguci Kërkush ka pak po se të kuptoj, po absolutisht na është- e kemi hap zemrën, do thot nuk kemi dalë zot ki veni me jetu kështu, po të tjerët i adhurojmë se me një formë kanë gjallënu këtë pjesë ki veni, se për ndryshe Facebook, kesh për me jetë pa shembull. njerëz po. Për shembull Baca Osman, profesori, ka ardhur, ka blet tokë, domethënë prej Ferizojt ka blet tokë edhe ka ndërtu villë Po në është një knasi zarf. që këta njerëz ka vinë njerëz civilizuar, njerëz të arsimum, nuk vinë që thojmë një Vinë fjalë të bashkë lipara. bëzu, po këtë njerëz që kanë kapital, kanë kapital edhe mendor edhe material, është knasi. E ti sigur ti ka pëlqy edhe Kojshilloku Në provë jemi njoftë herët, po thash Tash kë një bo dhe kojshime. po kuptova se kë e ka ditë edhe vendi, e ka ditë edhe Ku mikpritje po e shkoj, Jezersa. normal. Kuptova. Tash, të thash edhe më herët, janë ndërtu shumë villa. Janë zhvillu shumë biznese këto. Ti edhe vetë ki villë. Po Unë e kom një që dejnë 450 euro shkojnë qërat notë, do me thonë, nota kushton 450 euro një zarf. për E di 500 që për kushton, 500 nuk e veç. di, po nër 100 nuk ka. Nër 100 nuk ka. Në një qënë, do me thonë, Po, son flajnë një zarf. 350 të ofër profesorët atje është 300 villat më të mirë që janë. Do me thonë, një 300 natë, një zarf. për një po. Lëshohet një natë, ai të go 3 villa, thotë 3 copa 300 euro e merr natë. Na e kem ka 150 euro natën, edhe 200, do thotë këtu në 150 të na s'ka për shemb villë që mirë bëjmë na. Ju ka kthy thash perspektiva këtij vendi. Ju ka kthy njerëz me fitu këtu ku jetojnë. Po, As unë thash, Zvicë nuk o valla që unë sukur tha profesor natë e dytën e kom ikë një djalë lavët e kom qenë në Gjermani, më kanë gjetë punë, kom thonë jos, nuk e më me punu. Se jam jurist, kom pas vend në punë sekretar shkolle, ma vonë kom pas lutën në agjencion statistika kom punuar, këto 13 vjet, atje 19 vjet e kom punë. Thëmin nuk i kom lënë kur me lakmun perëndim. Gjithmonë i kom thonë, mësoni kryeni shkollën në këtu, gjithë e kam me fakultet, 2 reja i kom, njëna është e fejume, njëna e martë, të dyja në fakultet do thotë nëse ti kontribon këtu edhe rezultati ka me qenë. Absolut. Të gjithë fëmijë kam me fakultet, të gjithë janë të punësuar. Do me thonë, as ti s'ke dosht me jetu jashtë Kosovës. Jo, as që kum lakmu, po fëmijëve gjithmonë kum thonë mos lakmoj se gjithmonë i thëshë, na veç ka 100 euro si familje me morë, veç ka 100 euro bojnë 500 euro 5000. Edhe dy prind ka 700 euro, me 700 euro jeton shumë mirë, se jo veç mirë. Po thu me 700 euro jeton shumë mirë një familje në Kosovë. Unë kur Po. kum filluar punë mas luftën 150 euro kum pas rrogën në agjencion statistika. Me çato i kum shkollu fëmijë. Me çato kum mojt familje, edhe kogja mirë kum jetu. Halos, këtu s'ka pas fillu të kum ushit që me pas të ardha tjera. Edhe me kong kuptohet se ja kum nimu kogja shumë me kong.
Po, normal, se si e nol asnjëherë të punu, të knu. Të knu, ku pas punë me kong mirë, po fjolla nëse dën mund me jetu këto shumë mirë, nëse s'dën ti jo një mirë, 5.000 me ta bon ti e kisojnë më shku jashtë, nuk dokën kur gjam. E qa menon për mërgjimtarët, pasën asmi? Po mirë tha anekdotën kë sa qyshkaja sa dën vendin tanë, veç duhe sa dojnë mërgjimtarët. Mërgjimtarët jetojnë me ondër më këthujnë këtë vend. Jetojnë me dheu se këtu e kanë kalu jetën. E pse s'po kthehen po? Jo, tash i kanë fillu, që në atë pjesë atje nuhajt kanë ndërtuar, dhe thot kanë fillu, tash ata e në të mendu formën qysh me mjërqas vendet, me shfar biznesit, qysh me bon, se ata mo jetën e kanë kry atë. Tash mendojnë qysh me investu qevri, kanë djemë të vëllavit jashtë, kanë fillu, thash e kim pas një udë e kanë prish, kanë bo shpi se janë do, po i kanë kushtet, janë dhe bo shpijet veta. Kanë mërë i këthyt gjësët, infrastruktura tash një zest është e mirë. Rrugët janë gjithat asfaltume tash, ata mos kanë shka mendojnë se në atje zersën që ka qenë tepër i mbrapa mbetën. Tash i kanë gjitha kushtet, kuptohet vish lekët e përëndim me orë me investu. Kanë mos i që kë biznes këtu ofër që jemi, kë s'ka gjistu, po që fa biznes tash. 14 restorante gjënë se janë një zërsa, sa kjo është 14 restorante, sa villa për afërsisht? Rreth 300 villa janë. Vani Po çdo ditë ndërtohet, do thotë tash e thu 300 nesër e ki 350, çdo ditë ndërtohen, çdo ditë ndërtohen. Është nip apo na kallzon apo duket shtrejt a lirë? Shisha, domethënë që mirëqenia ekonomike në Kosovë në përgjithësi është rrit dhe njerëzit domethënë realisht po kujdesen edhe për shëndetin e për cilësinë e jetës. Veç she për shembull edhe rreth vetes tonë po na rrethojnë këto mallkuqet, janë karakteristike kësaj Po, shijen. Është se nuk jeton në përvenet ku është kanë një lajm mos dia ti më kallzu për to. Përveç tjerash, është një element që këtu nuk jetojnë në përvene ku është ajri i ndotur. Po. E kanë ndjeshmëri njerëz zakonisht madhe prej ndotës ambientit. Domethënë kështu që mendoj që është rrit, po ka alternativa, domethënë prej 50, prej 100 euro deri në 300-400 euro nata. Domethënë njerëzit sipas shefit mundësisë jetës që kanë, është një mundësi e mirë sepse zgjedhen se ku do me shku. Nështë atë komoditet, unë me të drejtë nuk i kom provu ato me porë, por derisa i kam domethënë gratis të dojtë. Ti domethënë spagun të dojtë. Biles njonin a tha me Dana Zminit a tha, dilin e natë mazdarke. Thash për derisa po na throsin halo për dork, nuk kem rënë me orë të ishë me thiri mazdarke. Kusosën këta shije. Dikën gjepa. Jo, unë mendoj që domethënë, një kanë çmimet larta sepse tregu si ekonomist në profesion mendoj që është oferta dhe kërkesa që përputhen. Normal. Por derisa ka kërkesa, ata e kanë ngritur ofertën. Edhe tjetra, ajo vill që kushton 100 euro për dallim për asona që kushton 400 euro nata ose 350, mendoj që ka komoditetin, do thonë të ndryshëm për asona që është 100 euro. Sepse është një arsye, 2-3 arsye që e kanë një kosto të lartë. Megjithatë, nëse është pak shtrejt, është gjë e bukur kjo sepse parët mesin brenda territorit të Kosovës. E dyta, nëse vinë domethënë këto, ata familjarë që vinë kryesisht me fëmijë sene, është një element se ata do të ngjisen domethënë me bukurinë që jep fshati. Është gjëna, unë mendoj që ata fëmijë që rriten në qytet e që të paktën nuk e kanë të pilës dojt në katon, që nuk shkojnë të dojt me hongër një mollë me krem e me hyjnë thirr çka në kom, janë mongi. Nuk e kuptojnë domethënë në fakt se çka është jeta natyrale. Një shoqimi domethënë thotë aty ta fëmijët me cuclan vesh problem. Ti doj ka përderisa rrin kaq shumë të dojt. Nipi mirë nuk paguhet, nuk ka vlerë, nuk ka çmim, se nipi mirë. Unë para do ditë me doj. Nuk e hojnë. Me doj, para do ditë isha mishëm me dojën me një televizion edhe tha çka bën nipi për dojën. Tash nuk e di, domethënë kanë thonë që këtu në herë hani pult kusht doja çet push për nipin. Po unë para një 2 vjetë e kam zirë në Facebook një debat. Thash nëse shkon nipi të dojt, edhe e hanë qeni, kush i kofojt? A i kofojt nipi, a i kofojt doja, a i kofojt qeni. U bot debate një 2-3 javë komentus të ndryshëm të nipat mirë që i kam shumë mirë, o doja në monit kuft kalzo kush i kofojt se na plase. Thash i kanë fojt të tretë. Gjithmonë nipit i lonshin faj ma shumë. E pora punës i kon nipi. Jo, s'është majri, po se nipi ka ba shumë detyrë që du me shku ma shpesh të doja.
A po shkuj nipat e dojt shpesh? E dyta thash, i ka faje doja pak se doja du të më thirë në herë nipat me nej dreka, me nej dark, mos rëpit vesh kur vin nipat. E treta thash i ka faje të dhe qeni, se qeni i mirë, si që kemi në rastin e qenit Sharrit, kur ka orë musafer jabangjia, a i ka dal, e ka le, e ka zonë jesir, e ka zonë rëb jabangjia, nuk e ka hongër, por nuk e ka lëshu me livri deri sa ka orë dhe i zoti shpis me ditë kush është. Me ditë kush është. Më thonë 8 kanë kapat. Gjithë i lanshin ma shumë faj nipit. Thash po unë ty qysh jam se kur dorë 4 rejqet më zënë taksirati ka të si. Jo vrej sholla se kja të fatat. Unë të pëkthejna edhe njëherë të qato qmimet e villave. Bacanazmi, apo duken mjaftueshëm, apo duken shtrejt, apo duken lirë, 500 euro. Unë e di që ka edhe 500 euro këtu një zërë. Po ka edhe 500, bo fjole. Amo, aja vlen edhe... E tha Muzaferi, është qmim tregu. Ai që ka porë shkoj në të shtrenjtë, ai që është pak ma lekë, vjen në të ma të lirë. Se ka edhe ma lirë se një qenë ka vende, do thot njeri e zgjedh ato si pas kaqikët vetë, si pas kuletës vetë. Po me gjatë është mirë se vinë me vizitu këtë vend se knoqën. Ata që e rezervojnë për një ditë, do thot nuk ka nevojë të shkojnë në deti ose që thojnë Brëzavis, që e klimë Brëzavis është këto. Edhe natyra, releve, shumë njerëz vinë këtu për një ditë për më shëru, për pikat gjokët të ndryshme, vinë veç për shëndet. Vinë për ilaçe, vinë për ilaçe, për shënim, jo për atraksion kështu. Po thash vinë për na çat villën për verë na është me 2-3 javë i kemë siguru pe Azis atje, qëta kuvajt janë asë. Okej, do më do prej Azis. Ata që vejnë një herë, ata qojnë të njerës, qojnë shokët e vetë, është të rezervume. Edhe shumë mirë kështu për Kosovën, se turizmi është pjesë shumë e rëndësishme për shtetin. Këta njerëz leje që përfitojnë për vetë, po edhe janë edhe edhe emnisi e zërës është për tri edhe përmend gjithkun, edhe si Kosovë, do thotë e kemi një vend mirë, ndër më të mirë për thamë Kosovë, se profesori e tha për ka reliefi e zërës është territori më i madh tash në Kosovë. Ma herët ka qenë unik, kur ka qenë fshat territori më i madh, tash ajo bo komuni, si relief, si territori e zërës të në Kosovë është më i madhe. Këtu është ajo. Apo kushtojnë villat shumë më ndërtu? So sillet vlera një villë? Po, ndërtimi, so kushtojnë një villë? Varët pëllohet. 20.000 për pjetë, varë shka shtin, sa hapsina, shfa asi. Ajo nuk mund me dhonë qmim, në 20.000 nuk mund është me ndërtu e për pjetë, po. Do thotë që ato 3 villat janë 200 dishka mijera kanë kushtu që janë marru atje na që po thojmë qmimi ma i nartë është. 230.000, 60.000 që ashtu ka shku qmimi të mërë. Ato janë 5.000, po këto tija gjitha kanë kusht, tash. Normal, absolutisht. Kanë bo këse gjakuzë, këtë me masazhe, kanë bo bazen, dhe shumisa villë kanë bazen, do thotë vinë njerë se gjësën bregdet, edhe rëzitën, edhe ka kushta borën e vetë. Vinë për fesë, ditë lindja, fjallë nuse, dorës me atë vogla kështu, këti bojnë në për villë tash. Këto e rezervoj, filan ditën kam dorës, e regulluj ato farë dekoru, se vinë dikush tjetër i dekorar ato, do të janë bon zonë tepër e mirë. Për fond, do në po të pës, a e ki edhe diçka të fundit që do me nga të regu për Jezercën? Edhe masanina një mesazh ndaje. Unë e ftoj të gjithë, jo vetëm kosovarët, po edhe gjitha trojës shqiptarët vinë ta vizitojnë këtë relief, këtë fshat që ka një bukuri të veçantë natyrore, ka histori, ka trashëgimi, ka bukuri. Do thotë ai që vjen këtu nuk zhgënjehet sepse ka shka shef, ka kurren, ka shka frymëzohet. Pe një natyrë të bukur, pe një mikpritje, pe banuar shumë nivelet më të lartë dhe ka edhe kënaqet edhe vetë, kuptohet. Po për rinin, a ki diçka për mi thonë? Rinijës do t'i apeloja mëse me ndoni ta ktheni kokën nga Perëndimi ose vendet tjera që po thëmë të zhvillume, sepse vendi joni ka gjitha ato kute vetëm do të mu punu. Do të mjë përkushtu këti vende, sepse këtu e ka të bashën ku mund me kultivu të ardhën, për thamë bashë si territor shtetënor, një vend ku mund me dhonë kontributin e vetë dhe frutet me vjelën vetë edhe pasarësit e tyne.
Muzafer, a e kini mesazh të fundit ti për rinin? Edhe për njerëz që shikojnë këtë video. I thash edhe ma herët këtë porosin për gjeneratat e reja, po kur po i kujtoj që to e po i shoh që to male të bie kështu të jezerës dhe kur po dëgjoj dojën të folë edhe për trini, më kujtohet sepse e kam dëgjuar edhe prej nana dhe më kujtu një anekdot. Një bie jezerësit vjen, domethënë këtu në të pon, edhe e përkun ke djalin me kam se kish duhet e zanta të punu në kasnak. Nana për të hiqe djali, mëse përkun me kam, përkun me dorë. Tha pse nënë shka thonë. Tha se thunë jezerësi e shqiptarët në përgjësi, kur se ka ndoru kamën e huj. Ju kësha bo apel rinjes që t'i kthehen Kosovës, ta morën punën seriozisht, të arsimohen edhe se Kosova është djepi i nonave, i fëmijëve tonë, i të parëve tonë, edhe të kthehemi në djepin e vjetër, këtu në Kosovë, në tokën e Kosovës. Shikus ndërum edhe të shumë të respektum, na ju përshëndesim shumë prej Jezerësit, bashkë me Nazmi Hajdarin, Muzafer Osmanin edhe Osman Pirën. Ju përshëndesim prej Jezerësit edhe përshpësoj që keni kalu shumë mirë me neve. Kaleni bukur, shihemi prapë.